Videoja që sapo e ndoqëm është nga viti 2009 dhe tregon momentin kur modelja meksikane 21 vjeçare Gabriela Rico Jimenez doli papritur në rrugë gjatë pjesëmarrjes në një fest private elitare, duke bërtitur se aty brenda po han njerëz. Njerëzit që dëshmuan këtë moment menduan se ajo ishte e çmendur dhe pas asaj nate ajo nuk u shfaq më kurrë. Ajo që realisht ka ndodhur atje mbetet e paqartë. Dosjet cilat u publikuan ishin të fundit dhe thuhet se ka miliona tjera që ndoshta fshehin sekretet më të errta të kësaj elite, por që në këto rrethana megjithatë nuk do të publikohen. Historia e dosjeve të pedofilit Epstein fillon në vitin 2008, kur ky i fundit arriti një marrëveshje me prokurorët në Florida, pasi prindërit e një vajze 14 vjeçare akuzuan atë për abuzim seksual. Shtëpia e tij në Palm Beach ishte e mbushur me fotografi vajzash të reja, por në fund ai u dënua vetëm për rekrutimin për prostitucion të një të miture dhe ju shmang një dënimi të rënd fal marrëveshjes gjyqësore. 11 vjet më vonë, në 2019, ai u akuzua sërish për drejtimin e një rrjeti të vajzave të mitura për shfrytëzim seksual.